Shkrimtarja dhe poetja e njohur Rita Petro ka ndarë reflektime të thella rreth librit të saj më të ri, Poeme e mungesës, një vepër që përshkruan dhimbjen, vetminë dhe dashurinë e humbur. Në një rrëfim për procesin krijues, Petro tregon se synimi i saj nuk ka qenë të flasë vetëm për përvojën personale, por të arrijë tek ndjesia e mungesës që ndjen çdo njeri. Kam dashur që mos jem unë dhe personalja ime. Kam dashur gjithmonë ta kapërcej atë personale për të sjellë diçka që atë mungesë që ndjej unë, shumë mungesa ndjen edhe njerëzit e tjerë. Vërtet, të gjithë që më njohin e lidhin me mungesën time, me humbjen e partnerit tim, me humbjen e një dashurie të madhe, por kjo dashuri e madhe, si duket, humbjet e dashurive të ndaja lejnë ato gjurmët e veta. Autori e përshkruan përjetimin e saj si një udhëtim shpirtëror që nis me një rrëket ndjenjash e përfundon në një det emocionesh, duke treguar se humbjet e dashurive të mëdha lën gjurmë të pashlyeshme. Unë ndjeja që gjithë vështirësitë që i kalonim bashkë, si qenie jo vetëm dy njerëz që jetonin njëri tjetrin. Aty bura re që pasi ai iku, ndodhin shumë ngjarje. Dhe në fundit ky libër është një bashkëbisedim. Dhe me ngjarjet që kishim kaluar, që është pjesa e parë e librit, dhe me gjithë ngjarjet e tjera që ndodhin. Një nga temat më të prekshme të veprës është vetmia, të cilën poetja nuk e sheh si boshllëk, por si një formë paqe dhe njohje me veten. E kam parë vetminë edhe si refleks brenda vetes, pra si diçka pozitive, e kam parë si paqe me veten dhe duke parë veten në pasqyrën e shpirtit tim dhe larg atyre pasqyrave që shpesh njerëzit në ato ballot me maska harrojnë kush janë. Në fund, autoria pranon se kujtimet më të bukura shpesh kthehen në burim dhimbje, por thekson rëndësinë e pranimit të tyre. Momentet më të bukura kthehen në momente shumë të forta dhimbje, me thënë drejtën, por që duhet të pranosh dhe mos kesh frikë që t'i shikosh. Vepra do të jetë në panajirin e librit që hap siparinë më 12 nëntor në shtëpinë botuese Albas.